Klodian Durro nuk ka mirëpritur vendimin e Federatës Shqiptare të Futbollit për të zgjedhur një trajner italian, duke anashkaluar ata shqiptar të cilët janë të gatshëm të marrin drejtimin e kuqezimve. Ish futbollisti i Kombëtares, i cili është vetë kandiduar disa herë për të ulur në stolin e përfaqësueses, me një postim në rrjete sociale, ka ironizuar me vendimin e Federatës. Sono italiano anch'io, jam italian edhe unë, shkruante fillimisht Durro me tallje, për vendimin e FSHF për t'i besuar pankinën Rolando Maran. E më pas, ish mesfushori i Kombëtares tregonte krenarim që kishte veshur fanellën kuqezi ndër vite. Krenar që jam shqiptar, e që derva gjake djers për flamurin dhe fanellën kuqezi. Durro e fito, ishte mesazhi ish mesfushori të Kombëtares. Braziliani Silvinho nuk është më në drejtimin e Kombëtares shqiptare, pasi ka ndërprerë bashkëpunimin me Federatën, me këtë të fundit që ka emëruar në vend të tij italianin Rolando Maran. Tekniku brazilian, një ditë pas konferencës për shtyp ku u zyrtarizuan ndryshimet, ka vënë lamtumirën edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, me një mesazh kushtuar tifozëve, por edhe me një video emocionuese të rrugtimit të tij në vendin tonë. Mesazhi i Silvinhos. Së bashku, përfunduam një kapitull të mrekullueshëm pune. Gjatë gati 3 viteve e gjysmë, punuam jashtëzakonisht shumë për të përfaqësuar këtë vend që më priti kaq ngrohtësisht. Besoj se kemi bërë përparim të konsiderueshëm me kombëtaren shqiptare, dhe jam shumë mirënjohës ndaj presidentit, stafit të Federatës, stafit të trajnerëve, të gjithë lojtarëve që ishin me ne gjatë gjithë këtij udhëtimi, dhe mbështetësve të zjarrt të ekipit kombëtar. Që nga dita e parë, premtuam se nuk do të mungonte shpirti, zemra dhe puna e palodhur. U uroj të gjithëve suksese të mëdha në të ardhmen, dhe do të vazhdoj t'ju mbështes kudo që të jem. Faleminderit shumë nga thellësia e zemrës sime. Trajneri Silvinho i ka dhënë lamtumirën këtë të martë zyrtarisht Shqipërisë, duke ndarë rrugët me kuqezinë pas 3 vitesh e gjysmë në drejtimin e tyre. Trajneri ishte në kryeqytet, ku shtrongoi duart për herë të fundit me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, pasi palët i kishin dhënë lamtumirën me mirë kuptim njëra tjetrës, siç u shpreh numri 1 i futbollit në vendin tonë. Por në Brazil tregojnë një histori të ndryshme, dhe lamtumira e Silvinhos duket se ka qenë jo dhe aq me mirë kuptim. Sipas Gazeta Esportiva, kishte qenë Federata ajo që kishte vendosur që të mos rinovonte kontratën me trajnerin. Silvinho largohet nga pozicioni i tij si trajneri i ekipit kombëtar, pasi Federata vendosi të mos ja rinovojë kontratën. Vendimi u mor nga Armand Duka, presidenti i Federatës, dhe faktori kryesor ishte dështimi i ekipit për të kualifikuar për Kupën e Botës 2026. Shkruhet në artikullin në fjalë për teknikun brazilian, i cili ka nisur tashmë kërkimin për një sistemim të ri, pasi mbylli etapën e vetme të suksesshme të karrierës së tij në pankinë. Tonë zyrtare në YouTube. Unë do t'ja kaloj fjalën më një herë presidentit Duka për të mos humbur kohë dhe më tej vazhdoj me pjesën tjetër. President, fjala për ju. Mirëdita dhe mirë se keni ardhur sot në këtë ditë vërtet të rëndësishme për ekipin kombëtar shqiptar dhe për Federatën Shqiptare të Futbollit, në të cilën ne do të bëjmë publik emërimin e trajnerit të ri të ekipit kombëtar, i cili është këtu në krahun djathtë timin, zotin Rolando Maran. Në të njëjtën kohë ne mbyllim, le të themi, një cikël me tashmë nga ky moment mund të themi ish trajnerin e ekipit kombëtar, zotin Silvinho dhe stafin e tij, cilin sot unë dua ta falenderoj në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit, në emrin tim dhe në emër të gjithë tifozave për kontributin që ka dhënë Silvio, Dori dhe Zabaleta gjatë kësaj periudhe për kombëtaren shqiptare, për rezultatet e arritura. Bashkë kemi kaluar një periudhë vërtet të rëndësishme, me shumë emocione, kemi qesh, kemi qarë, kemi gëzuar bashkë, dhe unë për këtë padyshim që është pjesë e historisë edhe personale, edhe gjithë futbollit shqiptar, Silvio dhe stafi i tij, por në futboll mund të konsiderohet normale që mbyllet një cikël, le të themi, dhe fillon një cikël i ri, në një mirë kuptim të plot dhe një respekt të reciprok me Silvion, me Dorin dhe me Zabaletën. Kemi menduar dhe kemi rënë në konsensus që ky cikël duhet mbyllet për të hapur një cikël të ri. Me një trajner jo të ri në moshë,
por me një trajner me shumë eksperiencë, siç është zoti Ronaldo. Është okay. Okej, objektivat tona mbeten, domethënë ekipi kombëtar tashmë e ka vendosur atë stekën apo nivelin në aty ku vërtet ne dëshirojmë, dhe objektivat mbeten, objektivat mbeten vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2028 për pastaj për të vazhduar me objektivin e pa arritur asnjëherë për çempionse botërorit 2030. Tani unë nuk dua të zgjatem më, të falenderoj edhe një herë Silvion, Dorin dhe Pavlo Zabaletën për bashkëpunimin dhe për kontributin në kombëtarën shqiptare. T'i uroj suksese trajnerit Rolando Maran me ekipin kombëtar shqiptar. Unë në fakt nuk bëra CV-n e zotit Maran, sepse është një emër i njohur i futbollit evropian, ka një eksperiencë 25 vjeçare në fushën e trajnimit, duke trajnuar skuadra të rëndësishme në seri A dhe B italiane, dhe jam shumë i bindur që do të bëjmë mirë në Nations League dhe në kualifikuese. Faleminderit edhe një herë për prezencën dhe fjalën ja kalojmë Silvius. Ish trajnerit zotit Silvinho. Mirëmëngjesi, çuna goccia. Grazie Mr. Presidente. Anche per me si diventa 2 minuti d'un cuore accelerato, ma ci sta. 2 minuta me emozione. Mettiamo tanta energia. Oggi forse non c'è la traduzione, lo fa te, perdon, o Lenida? Va benissimo. Poi, da nostra parte ringraziare, ma arrivo lì, abbiamo deciso insieme che era la fine di un ciclo, që të mbyllet ky cikël, një cikël për 3 vite e gjysmë, in cui abbiamo lavorato duramente per rappresentare bene questa nazione. Nazione in cui mi hanno accolto tantissimo bene, ringrazio veramente a tutti. Allora conosco benissimo Albania, Tirana, a tutti voi ringrazio veramente tanto. Ringrazio anche al Ministro Presidente per la fiducia di lavoro, certamente a più di 100 persone che lavorano in questa federata, tanti di loro conoscono bene, abbiamo fatto caffè, qualcuno pranzo, qualcuno cena, bella chiacchiera. Devo ringraziare anche a tutti gli staff, tecnico che abbiamo, a tutti i calciatori che da noi ha fatto un percorso da 3 anni e mezzo molto buono, abbiamo cresciuto tutti insieme. E certamente l'ultimo, i tifosi appassionati della nazionale. Il supporto da tutti voi è stato per noi veramente un segno molto positivo di tutto quello che abbiamo fatto, che ha dato tanta energia per lavorare ogni giorno per fare il migliore. Poi non c'è tanto da dire, mi ricordo solo che dal primo giorno che è stato qui, non mi ricordo se è un 9 di gennaio di 2023, io avevo detto una cosa: anima, cuore, il sudore non ci può mancare mai, non è squadra di calcio, ma soprattutto una nazionale. Ce l'abbiamo fatto
tutti insieme, come l'ho detto sempre, ringrazio a tutti voi anche. 3 anni, ringrazio a tutti. Un grosso in bocca al lupo certamente al mister Rolando. Mister, successo, auguri per il prossimo ciclo, passaggio, poi tutto di buono per questa federata e per il mister e per il nostro mister presidente, grazie mille. Facciamo una foto. Successo. Mister Presidente, grazie a voi. Sì, facciamo.